Këngë të njohura të muzikës shqiptare kthyer në një dimension të ri artistik në skenën e patë kulturës në Lezhë, duke krijuar një mbrëmje të veçantë që u prit me interes dhe duart orkitje nga publiku. Koncerti u realizuar nga dy nxënës të klasë të muzikës në shkollën Beslidhja, Aron Shema në kitarë elektrike dhe Ester Shema në flaut, e cili u paraqitet si vokaliste. Ato shoqëruan në skenë nga mësues Mikeja Kakusi në piano dhe Emir Gertusha në kitarë akustike, duke si interpretime që ndërthuan energjinë e të rinjve me përvojën pedagogjike. Interpretët e konsideruan këtë koncert si një bashkëpunim të veçantë që synon vetëm rikthimin e këngëve që kanë bërë histori në muzikën shqiptare, por edhe për të rritjen e tyre përmes formave të reja interpretimi. Kemi sjellë një repertor me këngë shqiptare popullore qytetare, që nuk vdesin asnjëherë nga repertori i muzikës shqiptare. Live-i është momenti më delikat për artistët, sepse gjithçka mund të ndodhë live. Mendoj se ja kemi dalë, janë 3 muaj me punë intensive. Jemi përkushtuar maksimum, jemi shumë krenar për atë çfarë kemi servir, për çmërit tona u kaluan. Emocionet, ato momentet e para se dalësh në skenë janë të tmerrshme. Por publiku shumë përkrahës, kemi qenë shumë rahat. Për mua ishte shumë interesante, na mundu shumë. Faleminderit profesorin edhe të tjerë që na kanë ndihmuar. Dhe si u ndjeve me këtë lloj formati? Shumë i gëzuar, ishte shumë kënaqësi. Një mënyrë për ta sjellë ndryshe, normal për shtadje blues, jazz, duke pa që edhe brezat sot shumë pak i njohin këngët tona qytetare, menduam ta sillim këtë formë, me bë pak më interesante për shtadje me bluesin e jazzin, që brezat dinë se çfarë është pasuria jonë, kënga jonë qytetare. Tinguj që jetojnë. Në koncert ishte i pranishëm kryetari i Bashkisë Lezhë Pir Ndreu, i cili vlerësoi angazhimin e rinjve në jetën artistike të qytetit dhe rëndësinë e aktiviteteve kulturore që promovojnë talente të reja. Ishte kënaqësi e jashtëzakonshme me dëgju këtë koncert. Është vërtet një relaks dhe një arsye për të gëzuar, sepse talentet si Esteri, si Aroni dhe profesorët, të cilët i falenderoj të dy për punën që kanë bërë, janë një përfitim i jashtëzakonshëm për artin dhe kulturën lezhane, e cila jo vetëm që s'po vdes, po nëpërmjet tyre po rritet dhe po transmetohet në mënyrën më të mirë të mundshme, duke na mbush me energji pozitive, duke na shliruar nga gjithë ngarkesat e ditës, nga ato punë të. Ky aktivitet është pjesë një tradite që po konsolidohet nga nxënësit dhe pedagogët e klasës të muzikës në shkollën Beslidhja, të cilët po shndërrojnë gjithnjë më shumë në protagonistë e kulturën e qytet, duke tërhequr interesin e publikut të ardashës.